Finalizohet operacioni policor i koduar Game Over, goditet një rast i organizimit të palishëm i lojrave të fatit në një lokal në qytetin e Vlorës. Arrestuhet në flagrans pronari, por edhe administratori i lokalit, të cilët organizonin lojra fati me kompjutera, por edhe çipsa pokeri. Sekuestrohen 7 pajisje kompjuterike, një valixhe me çipsa dhe një përforcues grushti metalik. Shërbimet e Komisariatit të Policisë së Vlorës në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponja, pas informacioneve të marra në rrugë operative dhe në kuadër të kontrolleve intensive për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive të palishme në fushën e lojrave të fatit, finalizuan me sukses operacionin policor të koduar Game Over. Gjatë operacionit të zhvilluar në lagjen 24 maj në ambientet e një lokali në pronësi të shtetasit AL 32 vjeç, u konstatua se zhvilloi aktiviteti kundralishëm i organizimit të lojrave të fatit. Në përfundim të veprimeve proceduriale, u arrestua në flagrans shtetasit AL 32 vjeç, pronari i ambientit, ST 42 vjeç, administratori lokalit. Gjatë kontrollit janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 7 pajisje kompjuterike të përdorura për lojra fati, një valixhe me çipsa pokeri, si dhe një përforcues metalik grushti. Gjithashtu, gjatë verifikimeve, rezultoi se shtetasi AL ishte shpallur në kërkim nga Drejtoria Vendore e Policisë së Beratit, si i dyshuar për vepra penale, prodhim dhe shitje lëndëve narkotike. Materialet për këtë rast në fjalë i kanë kaluar tashmë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Vlorë për veprime të mëtejshme hetimore.